Pasi dje u ndërprej mbledhja e kuvendit për shkak të numrit të madh të pikave, sot u la të vazhdohet pjesa e mbetur, ku kryesuesi i kuvendit, profesor Dr. Simir Krasniqi, sot në mbledhjen e kuvendit tha vazhdohet mbledhja me pikat e mbetura të pashqyrtuara, sipas rendit të ditës të miratuar nga KPF. Pikat e mbetura sipas rendit të ditës të miratuara janë shqyrtimi dhe miratimi i draft planit të veprimit për transparencë 2026-2030, raporti i punës së kryetarit të komunës janar-dhjetor 2025, raporti financiar vjetor janar-dhjetor 2025, diskutim rreth raportit të zyrës kombëtare të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të komunës së Prizrenit për vitin 2024 dhe planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve për vitin 2024. Informat rreth raportit për planin të integritetit për vitin 2025, informat rreth raportit të performancës për komunën e Prizrenit për vitin 2024. Në mbledhje morën pjesë kryesuesi, nën kryetari komuniteteve Furkan Pytyq dhe 26 kuvendar, ku me pikën e 12 referoi Ymer Berisha. Lidhur me këtë pikë, Karanfil Haxhillari, Petrit Hoxha i paraqitën disa probleme që i kanë me webfaqen e komunës dhe transparencës, ku dhe Shukri Çuni tha se transparencë nuk ka. Dafina Alishani, pas diskutimeve, kjo pikë u votua me shumicë votash. Kurse kryetari i komunës Shaqir Totaj fillimisht ka falendëruar të pranishmit dhe ka lexuar raportin e shkurtuar para kuvendarëve, duke u përqendruar në transparencë, financa dhe shpenzime tjera buxhetore. Pas këtij raporti hapet diskutimi lidhur me këtë pikë. Gjatë vitit 2025, komuna e Prizrenit ka funksionuar mbi parimin e koordinimit të brendshëm institucional dhe të përgjegjësive kolektive, por edhe individuale. Drejtoritë komunale dhe njësitë varëse kanë vepruar si një trup i vetëm administrativ, duke zbatuar politikat komunale dhe vendimet e organeve përkatëse. Një vëmendje e veçantë është kushtuar koordinimit ndërmjet drejtorive dhe respektimit të procedurave ligjore, transparencës në vendimarrje, si dhe komunikimit me qytetarët dhe institucionet partnere. Kur jemi te transparenca, ja vlen me theksu se agjencionet e pavarura e vlerësojnë transparencën e komunës në bazë të indikatorëve dhe kritereve të cilët ata paraprakisht i përcaktojnë. Gjatë vitit janë forcuar partneritetet me institucionet qendrore, aty ku ka pas mundësi, organizata ndërkombëtare dhe donatorë, duke krijuar hapësirë për mbështetje financiare dhe teknike në projekte zhvillimore. Mesazhi kryesor i vitit 2025 ka qenë komuna duhet të funksionojë si institucion i besueshëm, i qëndrueshëm dhe i përgjegjshëm ndaj kërkesave të qytetarëve. Menaxhimi financiar gjatë vitit 2025 është karakterizuar me një kujdes dhe një transparencë buxhetore. Tyrat vetënake komunale janë realizuar mbi nivelin e planifikuar, janë tejkaluar diku 10.7 milion euro, ndërsa shpenzimet janë menaxhuar në mënyrë të kontrolluar. Edhe pse kemi pas shpenzime të cilat s'kemi mujt as me menaxhu as me kontrollua, ajo ka qenë intervenimi i përmbaruesit që e ka marrë komunës diku rreth 13-14 milion euro veç për një vit. Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-nëntor 2025 kanë arritur mbi 65.5 milion euro. Në fokus kryesor kanë qenë pagat dhe shërbimet bazë, investimet kapitale, subvencionet dhe mbështetjet sociale. Ky menaxhim ka mundësuar vazhdimin e projekteve kapitale dhe garantimin e stabilitetit financiar të komunës. Karanfil Haxhillari pati disa pyetje dhe sugjerime që i duhen qytetarëve. Kryetari Totaj me këtë rast sqaroi se ky është raport pune. Aziz Hodaj foli për mjetët e marruara nga përmbaruesit. Eli Regashi, kur filloi diskutimin, kryetari për shkak të angazhimeve e lëshon sallën. Pra ky raport është një raport pa vetë kritik. Ndoshta problemi më i madh është ky është problemi më i madh i këtij raporti. Nuk tregon as për dështime, as për vonesa, as për projekte të papërfunduara, kontratat e zgjatura me anekse, probleme administrative, një raport i shëndetshëm përmban edhe vetë kritik. Ky dokument është pothuajse vetë lavdrim. Qeverisje me fotografi, jo me matje. Raporti përmban shumë fotografi nga takime, aktivitete, vizita. Për qytetarët nuk jetojnë nga fotografitë. Qytetarët jetojnë nga ujë i pijshëm, nga rrugë funksionale, me transport publik, shërbime cilësore, administratë efikase. E para tha, raporti nuk na ka impresionu.
Nuk është qëllimi i këtij raporti me impresionu askën, por me paraqit gjendjen faktike ashtu që është, edhe u përmend fjala vetë kritik, fjala raport. Edhe vetë kritik janë kundërshtim njëna me tjetrën. Raporti i paraqet të dhanat, statistikat të punëve që janë kry. Është raporti i punës. Raporti i punës nuk i paraqet punë që nuk janë kry, po i paraqet punë që janë kry. Prandaj edhe quhet raporti i punës. Kurse analiza e ndikimit të punëve tona në kvalitet të jetës qytetarëve ka dhënë votuesi vitin e kaluar. Faleminderit. Miratimin e buxhetit e kam dhënë një vërejtje, po e përsëris. Çështja e këtyre pagesave në përmes përmbaruesve, që realisht lën pasoja edhe për vitet e ardhshme, edhe për këtë vit sigurisht që do të kemi pasojë nga ajo pagesa me përmbarues e vitit kalum që është me shuma jo shumë preferueshme, dhe nuk arsyetohet pagesa me përmbarues për operatorët që kryjnë punë. Ministria e Financave nuk na jep pozicion, nuk na jep kod për me mujt me planifiku shpenzimet cilat lindin si rezultat i aktiviteteve e përmbaruesit. S'mujmë me planifiku se nuk na lejohen. E planifikon po s'ki pozicion buxhet, s'ki ku me qitë se ministria nuk ta pranon. Në korrik të vitit të kaluar është paraqitur raporti për pjesën e parë të vitit, ndërsa sot para nesh do duhet të ishte vetëm raporti për 6 mujorin e dytë të vitit të kaluar. Mirë po, duket se angazhimi juaj kryetar në fushatën zgjedhore, e pse po ikni kryetar? Ju thash kryetari ka takim me UNICEF-in për ato që në orën 19, ata 10 minuta që Po nuk e di, ndoshta është një shenjë mirësjelljes minimale që me marrë leje prej antarëve të kuvendit që kanë ardhur enkas për me ndëgju raportin e tij. Kjo pastaj çoi deri tek lëshimi i sallës nga opozita. Raporti financiar e raportoi drejtori Levent Bosh. Lidhur me vërejtjet e auditorit Arjanit Berisha, tha se vërejtjet e auditorit duhet të evidentohen gjetjet tek auditori. Emine Gashi raportoi për planin e integritetit për vitin 2025. Lidhur me këtë raportoi dhe referoi Aziz Krasniqi. Liri me ju në çdo iftar.